Njerëzit janë të shprum me komplet klasën politike, e kjo është dashur me qenë një alarm për këtë klasën politike. Qeverinë e keqe e zgjedhin qytetarët e mirë që nuk dalin me votu. E para është me rëndësi me theksu se zgjedhjet kanë kalu pa incidente, pa probleme, pa të lashe. Në anën tjetër duhet po ashtu me konstatu që ka qenë një garë e qetë, por jo e barabartë. Kur tham jo e barabartë e kam parasysh faktin se lëvizja vetëvendosje dhe zoti Kurti i kanë pasur në dispozicion infrastrukturën e shtetit, të përfshi këtu edhe buxhetin, të cilin e kanë keq përdorur për nevoja elektorale. Në anën tjetër, PDK-ja ka arrit me bo një rritje të vogël, diku afërsisht, nëse nuk gaboj, plus 2 deputet, që është një tregues i mirë, po ajo që është më e rëndësishme që duhet me marrë mesazh këtë klasë politike është 2/3 e numrit përgjithshëm votuesve nuk kanë votuar fare. Faktikisht, për numrit përgjithshëm votuesve vetëvendosja i ka marrë ja 5-16%, PDK-ja një 8%, LDK-ja 6-7%. Kjo është shqetësuese, sepse njerëzit janë të shprum me komplet klasën politike, e kjo është dashur me qenë një alarm për këtë klasën politike, po besoj që të gjithë ne do të reflektojmë në një farë mënyrë, edhe do të shohim një zhvillim më pozitiv, por po ashtu më duk shqetësuese edhe reagimi i zonjës Osmani, ish presidentes, e cila me mënyrën se si u paraqit na la me kuptu që asaj nuk i intereson kurrë tjetër veç posti i presidentes, që vetë përbën një shqetësim veçantë, sepse nuk po shqetësohet me trendet negative të qeverisës, po shqetësohet veç me pozicionin e vetë. Çfarë mendoni, çfarë mesazhi faktikisht dhanë qytetarët me rezultatin e zgjedhjeve të 7 qershorit? Qytetarët e dhanë një mesazh shumë fort, se klasa politike duhet të ristrukturohet, duhet të reformohet, duhet të ndroj qasin, duhet të ndroj gjuhën, mos mirret me ofendimet, mos mirret me nënçmimet, mos mirret me kërcënime, mos flet për përqindje, për vota, po të flet për performancë, të flet për projekte, të flet për zhvillim, të flet për integrim, të flet për raporte të mira me bashkinë ndërkombëtare, sidomos rënë parë me Amerikën, e jo ti injoron vërejtjet që vinë nga ambasada amerikane, edhe kjo është shumë serioze për ata që din me lexu edhe që din me reflektu. Pas këtij rezultati, PDK çfarë do të ketë më primare sa i përket, cilat janë prioritetet e PDK-s dhe do të mund të jetë pjesë e qeverisë? Po shikoni, këto janë gjëra për cilat është akoma herët më fol, sepse nuk e kemi rezultatin final. Pasi të kemi rezultatin final, do të fillojmë kuadër të kryesisë PDK-s të bëjmë analizat e nevojshme, edhe tek mas aty në analizave do të shohim se si do të shkon. Pa ajo që unë mund të them kështu si individ, nuk e shoh në variant bashkëpunimit me vetëvendosin përse e përket formimit të qeverisë përbashkët. Nuk kish dash me ndodh ajo në asnjë mënyrë, sepse Kosova ka nevojë që vetëvendosin të çojë në opozitë edhe të krijojë një frymë të re e cila do duhet të ishte më progresive, më zhvillimore, më proaktive e kështu me radhë. Zotëri Tota, keni një mesazh përfund sa i përket për me përcjell prones kësaj interviste? Ka shumë mesazhe, mirë po ato që kisha dashur me dhënë qytetarëve është që qeverinë e keqe e zgjedhin qytetarët e mirë që nuk dalin me votu. Ka shumë njerëz të mirë të cilët janë zgënjur me nuk dalin me votu. Njerëz të mirë që nuk dalin me votu, ja mundsojnë me u zgjedh një qeveri e keqe. Prandaj ne të dalin edhe ne të votojnë, sepse s'kan mundësi me zgjedh më të mirën, të zgjedhin ato që është më pak i keq. Nuk du me t'ingëllu pesimist, po du me t'ingëllu realist, e për fat jo të mirë, kjo është realiteti në skenën tonë politike.